Përshëndetje. Turshi me lule lakre, karrot, speci djegës së mburk edhe këta specat djegës janë, ma djegës se specat që i shtim kështu. Tronguj, lakër, edhe domatet e gjelbërta. Këtu krejt i qujna në këtë bure. Burja është e lau me pastrume. Tani shkuj me biberëzi edhe magdanuzi i frest ashti e morëm. Na këtu i kena përgadit krejt, vetëm lakrat kemi nda për gjysë për shembull. Kënë lakrat që i kom gjellë vetë në kushtin tim, edhe janë bio, krejt qështu i ndojna lakrat edhe shkojnë qështu. Shkuj me lakrën, mas pari. Burja është 40 kg, edhe mas pari na shku me lakrën. Shkujmë ka pak me tomatet e gjelbërta, pak me tronguj, me speca, karrot, tashti shkujna me biberëzi, me lule lakre. Dhe më thonë, krejt shkujnë kështu duke i palu që shkum në fillim. Me krejt të perime, qitëm edhe lule lakre, karrot, trongull, domate, spec, lakra, në fund të ateta shkuj me lakër, edhe turshima të mirë ku ka, me krejt perime. Edhe me në fund kina lule lakre. Dhe me thonë krejt këtu i kërë qitë, mas shumë të ka pas lule lakre. Ta shpeqesim lule lakrën.
Do më thonë, a i krymë të perime tash, e kem qitu ujt me vlu, edhe longën e marujna, ujt nuk ja qes krejt val, masi të lënë lona pak mjë hek vala, edhe ja qesim shka duhet me qit, edhe ja kthejna në burë. Na vlu mujt, edhe i qisim për çdo 10 litra ujë ose tit që ashtu janë këtu. 2 konservan edhe në bran. Qisim 150 ml ufër. Njëzet e 2 lugë krep, edhe 4 ose 5 sheqer, luga është e sheqerit, bojmë përzirje edhe ja qistu. Qështu shkoj edhe me tjertuj deri kur të moshet. Na gjithmonë shkojmë duke i ranu me diçka, për shembull. Edhe ngjyrin. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bëni like dhe subscribe.